Lira 7 vjeçare ishte drita e botës së saj të vogël në një fshat komod në malet shqiptare. Sytë e saj kurioz, blu si liqeni i orit në një ditë vere, vëzhgonin gjithçka me pastërtinë e fëmijërisë. Nuk i duhej shumë për të qenë e lumtur. Një top i vjetër, një copë druri, apo meloditë që nëna e saj, Shpresa, këndonte ndërsa ente qilima. Por drita e madhe në jetën e Lirës ishte Kleo, papagalli i saj gri afrikan. Kleo nuk ishte thjesht një kafshë shtëpiake, ai ishte shpirti i shtëpisë, një artist me krah që imitonte tingujt e fshatit dhe, më e rëndësishmja, këndonte. Lira i kishte mësuar Kleos të gjitha ninullat dhe vjershat e saj për fëmijë. Zëri i ngjirur i papagallit, si ai një plaku të urtë, rikrijonte meloditë me gëzim ngjitës. Ishte e zakonshme të shihej Lirën dhe Kleon në një duet të improvizuar në oborin e shtëpisë, këndimi i tyre përzihej me cicërimat e harabelave dhe blegërimën e deleve. Kjo lidhje ishte forca e Lirës, një botë magjike ku mbretëronte pafajësia dhe shqetësimet shkriheshin në nota muzikore. Ai ishte personi i saj i besuar, dëgjuesi i saj më besnik. Jeta e vajzës ishte një këngë e ëmbël deri ditën kur melodia u prish, një fjalë e ftohtë dhe e rëndë, leuqemia. Diagnoza erdhi si një bubullim, duke goditur zemrat e Shpresës dhe të babait të saj, Gëzimit, një njeri me pak fjalë, por me sy që tregonin gjithë dhimbjen. Lira, me pafajësinë e moshës së saj, nuk e kuptonte. Ajo pa lotët e fshehtë të prindërve të saj, ndjeu heshtjen e rëndë që u vendos në shtëpi. Ishte një konfuzion, një dhimbje që ajo nuk mund ta emërtonte. Ndërsa sëmundja po merrte përsipër, Lira u kap pas Kleos me forcën e një bime që shtrihej drejt diellit. Papagalli ndjeu ndryshimin. Sytë e tij vëzhgues, të cilët gjithmonë kishin shkëlqyer me dinakëri, tani e shikonin me seriozitet të pazakontë. Këngët e tij ishin ngadalësuar, duke u bërë më të buta, pothuajse ngushëlluese. Lira do të kalonte orë të tëra me papagallin në shpatullën e saj, me dorën e saj të vogël që i ledhatonte pendët gri. Kleo, Lira është e lodhur, përshpëriste ajo, dhe Kleo përgjigjej me një cicërim të ulët, një tingull ngushëllimi që ishte unik për ta. Papagalli dukej se e kuptonte, dhe kjo mirëkuptim ishte ajo që e mbante Lirën të vazhdonte. Sëmundja nuk priste. Vitaliteti i Lirës po venitej ngadalë. Lojrat në obor u paksuan, energjia për të vrapuar u zhduk, dhe madje edhe buzëqeshja që i ndriçonte fytyrën dukej më e vështirë. Lodhja ishte një batanie e rëndë që e mbulonte, duke e lënë të zbetë dhe të qetë. Kleo e vuri re. Ai nuk këndonte më me zë të lartë, tingujt e tij ishin të ulët, pothuajse rënkues, sikur të mos e shqetësonte. Ajo u strehua pranë saj, një roj shumë ngjyrëshe, lidhja e saj e pathyeshme shërbente si një spirancë për vajzën që po venitej. Ishte drita e gjallë që përpiqej të largonte errësirën që kishte pushtuar shpirtin e saj të vogël trim në malet e Dukagjinit. Ditët e Lirës u shënuan nga rutina e spitalit, një vend i zhurmshëm plot me aroma të çuditshme në Tiranë. Luftëtarja e vogël u përball me gjilpërat dhe ilaçet e forta. Kishte ditë të mira, me shpresë të rreme, kur ajo dukej pothuajse si Lira që ishte dikur. Në të tjera, kimioterapia sillte lodhje, të përzjera dhe humbjen e kaçurelave të saj të lehta. Shpresa dhe Gëzimi, prindërit e saj, ishin si shkëmbin, gjithmonë aty, me duart e tyre të qëndrueshme, zërat e tyre të qetë, edhe kur zemrat e tyre ishin copë-copë. Dhe, në çdo vizitë në shtëpi, prania e vazhdueshme e Kleos ishte lehtësimi më i madh. Papagalli dukej se e kuptonte brishtësinë e Lirës. Këngët e tij përshtateshin me humorin e vajzës, melodi të buta në ditët e këqija dhe rima të gjalla kur një rrezë energjie kthehej në sytë e saj. Lidhja midis Lirës dhe Kleos forcohej çdo ditë. Papagalli u bë një shtyllë për familjen. Në spital, kur ndihej e malluar për shtëpinë, Shpresa i kërkonte një fëmijë ta vinte Kleon në telefon. Zëri i ngjirur i papagallit duke imituar infermieren, koha për ilaç, Lira, ose duke përsëritur të qeshurën e Gëzimit, sillte një lehtësim të çastit, një prekje shtëpie në atë mjedis steril. Kleo gjithashtu bënte bisedat e tij me Lirën. Kur vajza fliste për frikën e saj se mos nuk luante më, papagalli përsëriste, Lira e fortë. Luaj përsëri. Ai dukej se kishte mençurinë e të moshuarve, një ngushëllim me krah që kuptonte shpirtin e fëmijës. Lira, në mënyrën e saj, zhytej në muzikë për t'i shpëtuar dhimbjes. Me gishtat e saj të hollë, ajo gërvishte meloditë në ajër, ose këndonte butësisht ninullat e saj të preferuara, ato që Shpresa i këndonte. Kleo, e vëmendshme, thithte çdo notë.
Ai u përqendrua në meloditë që ajo i donte më shumë, dhe së shpejti, kasollja në malet e Dukagjinit u mbush me interpretimin e Kleos të Vajzës së Valve, një këngë popullore shqipe që Lira e donte. Ishte sikur muzika e Lirës jetonte dhe merrte frym përmes kordave vokale të papagallit të saj, një zgjatim i gjallë i shpirtit të saj, një dëshmi e pathyeshme e lidhjes së tyre. Në një ditë veçanërisht të vështirë, pas një seance të gjatë trajtimi, Lira ishte shumë e dobët për të luajtur. E shtrirë në shtrat me sytë gjysmë të mbyllur. Kleo, e cila ishte ulur qetësisht në vendin e saj, papritmas fluturoi lart. Ai ul butësisht në komodinën pranë shtratit dhe, me sjepin e tij, shtyi një kukull të vogël prej lecke që Lira e donte më afër vetes. Ishte një gjest i thjeshtë, por kaq plot kuptim. Pastaj ai filloi të këndonte, jo çfarë do lloj kënge, por një melodi që Lira kishte krijuar një ditë të lumtur, një këngë për një zog që fluturonte i lirë. Zëri i Kleos, i mbushur me emocione që shkonin për te imitimit, ishte një balsam. Ishte një shenjë e qartë se ai nuk ishte vetëm një kafshë shtëpiake, ai ishte një kujdestar, një mik që e kuptonte dhimbjen dhe sillte ngushëllim, një lidhje jetësore që e mbante gjallë shpresën për Lirën e vogël në luftën e saj. Dielli, që dikur kishte luajtur në dhomën e Lirës, tani dukej më i largët, më i dobët. Leuqemia po përparonte, e pamëshirshme. Ditët e energjisë, edhe pse të pakta, ishin zhdukur plotësisht. Vajza e vogël, dikur plot jetë, mezi zgjoi. Sytë e saj, që kishin shkëlqyer si liçeni i orit, tani kishin një shkëlqim të zbehtë dhe të lodhur. Trupi i saj, aq i brisht, dhemte në heshtje. Shpresa dhe gëzimi, prindërit e saj, e shikonin teksa vyshkej, një dhimbje që u ashtyente shpirtrat, por ata përpiqeshin shumë të ruanin qetësinë. Ata përpiqeshin të mos e linin trishtimin të fitonte, edhe pse çdo frymëmarrje që merrte Lira ishte një kujtesë për atë që do të vinte. Kleo, papagalli gri afrikan, dukej se e kuptonte. Inteligjenca e tij e veçantë, pothuajse njerëzore, kapte gravitetin e ajrit. Ai ishte më i qetë, duke e vëzhguar Lirën me vëmendje të thellë. Këngët e tij, dikur melodi gëzimi, tani ishin përshpëritje, nota melankolike që përziheshin me trishtimin e shtëpisë. Nuk kishte më imitime lozonjare. Vetëm prania e vazhdueshme e Kleos, një ngushëllim i heshtur që e mbështjellte Lirën. Ai do të strehojë pranë saj, duke ia mbështetur kokën në dorën e saj, një vajtim që vetëm ata mund ta ndanin. Kjo heshtje mes tyre, e mbushur me mirëkuptim të ndërsjellë, e forconte lidhjen e tyre të pathyeshme. Në momentet e pakta të kthjelltësisë, Lira do të përshpëriste. Ajo do të fliste për lodrat e saj, për ponin e saj prej druri, për këngët e saj. Mbi të gjitha, ajo do të fliste për Kleon. Kujdesu për Kleon, mami, do të lutej ajo me zë të dobët. Shpresa, me zemër të thyer, do të premtonte. Lira do të kujtonte të qeshurat, lojrat me papagallin, sekretet që i përshpëriteshin. Zëri i Kleos, duke riprodhuar një pasazh nga këngët e saj ose një frazë që kishte thënë në një moment të lumtur, ishte një jehone së kaluarës, një lidhje që e lidhte atë me jetën dhe dashurinë që ndjente për mikun e saj me krah. Një pasdite, rrezet e diellit të Tiranës mezi i preknin dritaren. Lira, me një përpjekje të fundit, filloi të fishkëllente. Ishte një melodi e thjeshtë, një ninull që shpresa ja kishte kënduar kur ishte foshnjë, një melodi që Kleo e kishte mësuar tashmë. Frymëmarrja e saj ishte sipërfaqësore dhe melodia mezi dëgjoi, por ajo e fishkëlleu një herë dhe pastaj përsëri. Kleo, e ulur mbi shpatullën e gëzimit, dëgjoi me vëmendje. Ai mësoi përmendësh çdo notë, çdo pauzë, çdo dridhje në zërin e vajzës. Kur Lira mbaroi me një pshërtim që tingëllonte si një lamtumir, Kleo e përsëriti këngën, zëri i saj i ngjirur por tepër i qartë, i mbushur me një emocion që dukej se shkonte përtej mimikës së thjeshtë. Ajo, kënga e fundit e Lirës, e jehonuar nga Kleo, mbulosi lidhjen e tyre, duke përgatitur skenën për momentin më të habitshëm në mortor. Shtëpia e Lirës, e cila më parë ishte mbushur me jehonën e të qeshurave dhe këngëve të papagajve, tani ishte zhytur në një heshtje të rëndë që shtrëngonte gjoksin e të gjithëve. Filloi përgjimi i Lirës. Në Shqipëri, përgjimi është një moment uniteti të thellë familjar, respekti dhe pikëllimi të përbashkët. Erdhën fqinjë, miq, të afërm nga fshatrat përreth. Dhoma ishte e mbushur plot, por zia impononte një heshtje të thellë. Arkivoli i vogël dhe i thjesht, i zbukuruar vetëm me disa lule të egra që Lira i donte aq shumë, ishte qendra e gjithë trishtimit. Qirinj ndizeshin dhe aroma e temjanit përzihej me aromën e trishtimit. Shpresa, nëna e Lirës, ishte ulur pranë arkivolit, fytyra e saj e mbushur me lot, por sytë e saj tregonin një forcë që vetëm një nën e pikëlluar mund ta ketë.
Gëzimi, babai i saj, qëndronte në këmbë, duke pranuar përshëndetjet, dhe ëmbja e tij e heshtur ishte më zemërthyesja. U shkëmbyen për qafime ngushëlluese, pëshpëritje, ngushëllime, mbushnin ajrin. Mungesa e gëzimit fëmijëror të Lirës ndihej në çdo cep, në çdo fytyrë. Lodrat e saj, të cilat dikur ishin të shpërndara, tani ishin vendosur në vend, dhe shtëpia, pa zhurmën e hapave të saj të vegjël, dukej edhe më e madhe dhe më e zbrazët. Por kishte një mungesë më të dukshme, një boshllëk që varej në ajër për ata që e njihnin mirë familjen. Cleo, papagalli gri afrikan, nuk ishte aty. Familja, në një gest mbrojtjeje, ose ndoshta sepse besonin se nuk do të ishte e përshtatshme, e kishin larguar. Ai ishte në një dhomë të veçantë, larg asaj vorbulle trishtimi. Mungesa e Cleos, e cila kishte qenë hija e Lirës, shoqja e saj e besueshme dhe gëzimi i saj në muajt e fundit, ishte një prerje edhe më e thellë në zemrat e shpresës dhe gëzimit. Ajo lidhje e veçantë, e farkëtuar në dhimbje dhe shpresë, dukej se ishte thyer, duke shtuar edhe një shtresë tjetër vuajtjeje. Ndërsa orët kalonin, trishtimi thelloi. Njerëzit tregonin histori për Lirën, për buzëqeshjen e saj, për mirësinë e saj. Disa përmendnin papagallin, sa i zgjuar ishte ai Cleo. Dhe shpresa, me një zë të mbytur, foli për gëzimin që zogu i sillte jetës së vajzës së saj. Pritja se diçka ndryshe mund të ndodhte, diçka që do ta thyente atë dhimbje të dendur, filloi të lindte në disa zemra. Një heshtje pothuajse e padurueshme varej në ajër. Melankolia ishte e prekshme, por diçka ishte gati të ndryshonte. Emocioni po arrinte kulmin në zgjimin e Lirës. Gëzimi, me zë të mbytur, u përpoq të thoshte disa fjalë për vajzën e tij të vogël. Heshtja, e rëndë dhe me respekt, u thye vetëm nga rënkimet e përmbajtura të shpresës. Ishte koha për lamtumirën e fundit, koha për ta lënë Lirën të shkonte. Trishtimi ishte pothuajse i padurueshëm, një perde e errët mbi të gjithë ata që ishin mbledhur atje. Pa pritur, një zhurmë. Një fshfërim e lehtë krahësh. Të gjithë në dhomë ngritën kokën. Cleo, papagalli gri afrikan, fluturoi butësisht nga hyrja. Sytë e tij të zgjuar, të cilët më parë kishin shkëlqyer me një gëzim të tillë, tani kishin një seriozitet të habitshëm. Ai nuk hezitoi. Me hirin e një lajmtari, ai ul pikërisht mbi arkivolin e vogël, midis luleve të egra, sikur të ishte vendi më i natyrshëm në botë për të. Ajri në dhomë u ngurtësua. Një papagall në arkivol, askush nuk lëvizi, askush nuk guxoi të fliste. Dhe pastaj, ajo që ndodhi i la të gjithë të shtangur. Cleo uli kokën, shikoi nga turma e heshtur dhe me zërin e tij të ngjirur, por tepër të qartë, filloi të këndonte. Nuk ishte një qeshje e rastësishme, as imitimi i tingujve të fshatit. Ishte kënga e fundit e Lirës, ninulla që ajo kishte fishkëllyer në momentet e saj të fundit. Çdo notë, çdo pauzë ishte perfekte, e mbushur me një emocion që dukej se vinte nga vetë shpirti i papagallit. Dhe në fund të këngës, zëri i Cleos u transformua, duke imituar përshpëritjen e ëmbël dhe të brisht të Lirës, mami. Babi. Ishte sikur vajza e vogël të ishte aty, duke kënduar përmes tij. Shoku ishte i madh. Lotët që ishin tharë filluan të rridhnin përsëri, por tani të përziera me habi dhe një shkëndijë shprese. Shpresa dhe gëzimi, më parë në dëshpërim të thellë, u ngritën në këmbë, me sytë e zmadhuar, duart që mbulonin gojën. Ishte një mrekulli. Provë se dashuria e Lirës ishte ende aty, gjallë, duke kënduar përmes shoqes së saj besnike. Dhimbja nuk u zhduk, por u zbut nga një ndjenjë mrekullie. Ai papagall, i cili dukej se kuptonte gjithçka, ishte aty, duke nderuar kujtimin e Lirës në mënyrën më të pastër dhe më të habitshme të mundshme. Shumë nga të pranishmit nxorën telefonat e tyre të tronditur, duke regjistruar momentin e paharrueshëm, një dëshmi që do të përhapej në të gjithë Shqipërinë. Veprimi i Cleos u bë legjenda e fshatit të vogël. Kënga e papagallit nuk ishte thjesht një melodi, ishte shpirti i Lirës që shfaqej, një lamtumire e fundit, një dhuratë dashurie. Historia mbaroi, por papagalli vazhdoi të këndonte melodinë në ditët që pasuan, një simbol i përjetshëm i dashurisë, pafajësisë dhe lidhjes që t'i kalonte vdekjen. Duke vazhduar të këndonte këngën e saj, Cleo e shenjtëroi lidhjen si të pavdekshme, një ngushëllim për prindërit dhe për komunitetin që tani e kuptonte se dashuria, edhe në format më të papritura, nuk vdes kurrë dhe se Lira do të jetonte përgjithmonë përmes melodisë së shoqes së saj besnike.